Edhe pse mungojnë të dhënat zyrtare, një gjë është fakt që fëmijët urban janë më të riskuar se bashkëmoshatarët e tyre në fshatra. Kjo për arsye të varfërisë më të lartë dhe të neglizhencës prindërore. Studimet e fundit nga organizatat e huaja bën të ditur se 63% e fëmijëve shqiptar lihen pas dore nga prindrit për shkak se këta të fundit punojnë me orë të gjata, ndërsa 19% e të miturve thunohen fizikisht nga prindrit e tyre. Duke parë si një fenomen shqetësues, Ministria e Punës ka gati plan veprimi për të drejtat e fëmijëve, i cili trajton në mënyrë të veçantë edhe të miturit si viktima të abuzimeve fizike e seksuale. Për fëmijët në risk nuk ka, por fenomeni është një fenomen i cili është duke u trajtuar. Pra, këto njësitë për mbrojtjen e fëmijëve trajtojnë raste të cilat i kanë trajtuar fëmijët dhe i kanë nxjerrë nga situata e rrezikut. Është e përhapur kryesisht më shumë në zonat urbane se sa rurale. Edhe për fëmijët në situatë rruge të dhënat zyrtare mungojnë, ndërkohë që pritet që Instat të publikojë më vonë një raport mbi këtë fenomen. Miranda Pashaj, drejtuese e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Ministrinë e Punës, thotë se vendorët duhet të identifikojnë të tilla raste për të marrë masat. Bashkëpunimi i njësive në nivel vendor, krijimi i institucioneve siç janë të parashikuara edhe në ligjin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. E gjithë puna që do të bëhet është bashkëpunimi i ngushtë me familjen, duke asistuar fëmijën dhe familjen, arrim që vërtet fëmijën ta nxjerrim nga situata e rrezikut. Plan veprimi për fëmijët, i cili do të shtrihet në të gjithë vendin, do të sigurojë edhe shërbimet shëndetësore për të braktisërit, ndërkohë që pikat e veçanta të këtij plani lidhen edhe me sigurinë e fëmijëve nga interneti.